Prandaj, neve kur t'na fyhet kjo fytyrë ndryshme, kur na fyhet ky njeriu më i miri që ka hesën rruzullin të kësor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj zemrat tona trishtohen, rënqeten dhe hidhrohen për të shëshme. Allahu azza wa jall kur tregon për pejgamberet në përgjithësi, flet për Isa alayhi salam, për Musa alayhi salam, për Nuhun alayhi salam, zakonisht i ju thot i janë dërgu për një popull të saktuar. Janë dërgu për një popull të saktuar, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërgu për krejt njerëzimin, vule pejgamberve dhe pejgamberët për krejt njerëzimin. Për këta kjo më na tregu Allahu azza wa jalla sa i vlefshëm është ky i dërguar i Allahut. Allahu kur flet për Isën thot: "Wa rasulan ila bani Israil." Isa alayhi salam është pejgamber tek bani Israilit. Ka qenë pejgamber tek bani Israilit. Kështu thot Allahu azza wa jall. Kur thot për Hudin, thot: "Wa ila Adin akhahum Huda." Adi thot kur thot për popullin e Adit, ishte thot pejgamber vëllai i kombësisë së tyre, Hudi alayhi salam. Ai vëri se Allah azza wa jall kur ka fol për pejgamberët, veç dy përmenase, është më shumë, mos më zgjat, kur ka fol për pejgamberët, i ka veçu për një popull caktuar, ndërsa kur flet për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për me tregu se sa i vlefshëm dhe sa pozit ka tek Allahu, tregon se është për krejt njerëzimin. Për krejt njerëzimin, vule pejgamberve, po jo veç për njerëzit. Po Ibn Kathiri ka përmendur dhe konsenzus të dietarëve se është pejgamber për gjinë. Allahu azza wa jall për të thotë: "Wa arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Na ty o pejgamber, o Muhammed, s'kemi dërgu vetëm se rahmet për krejt botrat, rahmet dhe mëshirë për krejt botrat e ne ty të kemi dërgu. Ndërsa Ibn Abasi radiallahu anhu, shok i pejgamberit, kur e zbërthen tonë se shka deshti me thonë Allahu për krejt botrat, për krejt njerëzimin, Ibn Abasi tha Allahu deshti me thonë me tonë se të kam bërë pejgamber për muslimanët, edhe për qafirat, për muslimanët dhe jo muslimanët. Për muslimanët e morin rahmetin e tyre në dunjo, Allahu jalsha rahmetin në dunjo që i kanë besu këti pejgamberit, edhe rahmeti tjetër i madh i përret para Allahu azza wa jall. Ndërsa për pabesimtarët tha Ibn Abbasi kur zbërthej këtë ajet, tha rahmeti tyre është në dunjo, në ahiret mbetet rahmet për ta. Cili rahmet në dunjo? Tha të paktën bili Allahu nuk i dënon njerëzit pas Muhamedit alayhis salam, nuk i dënon njerëzit që i ka dënu popuj të mëhershëm që i ka shtuar dhe i ka mbytur tufane.